thënja e Sejidil Istighfar. Sejidul Istighfar është formula e artë e kërkimit falje. Formula e artë e kërkimit falje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai besimtar ose besimtare që lutet duke thënë: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kush e thot këtë dua mëngjes dhe vdes atë ditë, është xhenetli. Kush e thot ndarkët dhe vdes atë natë, është xhenetli. Shumë e thjesht për të mësuar, nuk i ka vetëm se 3-4 vjeshta, mirë po ja vlen. Ja vlen me u mësu, sepse sigurohet xheneti me shpresën e të madhit Zot. Si me thënë, formula më e mirë, Sejid, zotni, përkthehet, po ta përkthesh fjalë për fjalë, zotni, si me thënë, formula më e mirë për t'i kërku falje Zotit. Aq e mirë është kjo, saqë nëse e thu vetëm një herë para dite, ose nëse e thu vetëm një herë mas dite, po me e thonë 2-3 herë, 4 herë, 5 herë, po me e pas në mendje vazhdimisht, se këtu ka besatim. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. O Allah o Zot, i pranoj të mira që kam prej teje dhe pranoj gabimet e mia ndaj teje. Po më fal se s'ka kush të më falë mua Zoti im përveç teje.